Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Ju uroj të gjithëve një ditë sa më të mbarë. Ju ftoj të qëndroni me Villa 24 edhe sot deri në orën 11, ku në pjesën e parë do të jemi pa diskutim në kuzhinë me Katerinën. Kati, ditë të mbarë të kesh edhe ti. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ndioni gatimit për pareceta që do përcjellim për juve sot. Siç e shikoni, kemi petë të pjekura dhe sigurisht do sjellim një byrek tradicional, një lakror faktikisht, sepse është me një petë edhe lakror quhet, është lakrori i zonës, e bën Gjirokastra, po edhe Përmeti, do me thënë gjitha nga jugu. Zona e Skraparit e bën me kokë, do me thënë edhe Përmeti, me kokë vici, po unë sot e kanë sjell me mish vici, dhe me shumë qep. Kjo është karakteristike e këtij lloji byrekus. Faktikisht unë kam filluar fillimisht. Tani aty çfarë kemi? Qep edhe mishin. Qep edhe mish. Që shikoni që e kam zier avash, do me thënë kjo do një temperaturë të ullët, që të zier rreth 1 orë e gjysmë, që të tretet dhe të bëhet ashtu siç duhet. Pra kemi 1 kilogram mish, rreth 250 gram qep, do shumë qep faktikisht, edhe piper, krip, këto gjëra do kjo, sigurisht edhe vaj. Dhe vaj, pastaj varet në bazë të yndyrës, do me thënë që ka mishi. E përdorim thash edhe me kokë, e përdorim edhe me mish. Unë faktikisht sot e kam bërë me mish. E kam darë në pjesë të vogla dhe kam kavërdisur, pra si që shikoni, mishin e kam në këtë mënyrë. Edhe qepët të prera kështu në feza, në gjysmë rrethi. Pra, atë pjesën e ke lënë për ta treguar... Për ta treguar si ka qenë në gjendjen e parë, do me thënë, si ka qenë në fillim fare. I vendosim kështu pa yndyrë në fillim, të zbuten, lëshojnë në si thuash lëngjet edhe mishi edhe qepa, edhe më mbrapa shtojmë pak krip, pasi kanë lëshuar ato lëngjet dhe janë përthithur. Krip, vaj, i kavërdisim edhe pak që të zbuten dhe të aromatizohen, dhe shtojmë ujë. Shtojmë ujë dhe ujë nuk do të shtojmë shumë, do të shtojmë, do me thënë, në masë. E bëj këtë gjë sepse kur e shtoj ujë në masë, dua që ajo të ngelet me lëngjet e veta, nuk duhet që të shtojmë shumë ujë, por duam ujë aq sa duhet për të patur një lëng të shishëm. Nëse shtojmë shumë ujë, lëngu nuk do të na bëhet i shishëm. Këtë duhet ta dim. Për sa i përket petëve, sa petë kemi Petët tani varet sipas sasisë së mishit. Nëse për këtë sasi duhet të paktën me 18 petë të pjekura, edhe një petë, të cilën shikoni e kam bërë gati dhe kam vendosur këtu, që do të na duhet një petë e njomë themin, edhe një e thatë që do të jetë për pjesën e fundit. Ndërsa petët e tjera do t'i thërmojmë në këtë mënyrë. Nuk i bëjmë ato shtredh, ka mënyra të ndryshme. Në treva të ndryshme ka mënyrën e përdorimit, domethënë përgatitjes së ndryshme. Sot ato duam të tim të ndën. Kjo mendoj se është më e mirë nga që përthithen lëngjet e madje tani do ta heqë. Ta lëm këtu që po, është bërë. Është bërë, është tretur mishi, është bërë aq sa duhet, nuk ka nevojë tani në këto lëngje të mulet pak temperatura, edhe do shtojmë këto petët e thërmuara brenda. Dhe do të hapim një petë dhe do t'i vazhdojmë do me thënë mënyrën se si do t'a tregojmë. Po fillimisht, faktikisht, le ta lëmë dhe këtu t'a fikim tani janë një latër, s'ka nevojë që të duhet. Pra ajo është gjella. Mbushja hargji, si më ta themi ndryshe. Gjitha i themi në, për të përshtatur gjitha mënyrave se si ju flisni, pa. Për të aromatizuar, për të shjuar, këtë lakror në fund fare i hedhin dhe ca copa gjalpi. Ta bërë akoma edhe më të ashtu. Janë gatimet të dimrit, janë gatimet tradicionale, ashtu i bënin gjyshe dhe nëna tona, prandaj bëheshin edhe shumë të mira. Por përveç se kësaj do ju tregoj edhe do sjellim dhe një recetë tjetër që do të bëjmë një paçe plënci. Viçi edhe kjo, megjithse gjeta do me thënë një plënc shumë të mirë, mos e shikoni këtë ngjyrën dhe pse ma ka këtë ngjyrën kështu. Atëherë të marrë një lukë ta tregoj, do me thënë se njëherë ç'i ke bërë? Ç'i kam bërë, ja. Si e ke sjell në këtë formë? Si e kam sjell? E kam larë paçen, do me thënë është zbardhur paçja, mos e shikoni ti ka marrë këtë ngjyrën e verdhë. Këtë ngjyrën e verdhë e kam marrë nga qepa. Sepse qepën thjesht e kam larë dhe e kam prerë, do me thënë nga të dy anët, e kam lënë me gjithë pjesën e lëvozhgës. Lëvozhga nuk është jo vetëm për ngjyrën, por ka edhe vlera ushqimore. Tani kanë nxjerrë, do me thënë, gjëra të reja. Të gjitha gjërat, do me thënë, tek lëvozhga përmbajnë më shumë vlera ushqimore. Që nga frutat, që nga perimet, gjitha me radhë. Kështu që edhe unë e kam hedhur, do me thënë, për të lëshuar edhe aromën e mirë, por dhe lëngu ka marrë një ngjyrë të mirë. Ngjyrën e qepës. Ndërkohë këtu në zierjen e paçes kam vendosur gjithë dafin dhe kokra piperi. E kam hequr këtë pjesën e lëngu tani, paçen e kam ndarë në copza të vogla, që ta kemi gati pasaj për të shuja kështu në pjesë të vogla, e kam grirë,
Dhe këtu është gati tani kjo për ta përgatitur salcën e paçes. Këtë do ta lëm në momentin e fundit, sepse salca e paçes fillimisht do të bëhet me vaj, do me thënë kavardiset me vaj, edhe ndoshta unë do shtoj edhe një lugë gjalp, juve nëse doni mundet ta shtoni, sepse i jep një tjetër shije. E kavardisim, do të kullojmë ujin që kemi nga zjerja e paçes dhe do ta lëm të marrë 1-2 varë, duke shtuar edhe paçen e coptuar brenda. Tani paçe është plonci. Që i thua paçeti? Plonci? Plonci. Okej, se paçe është kur mbaron. Në rregull, ploncin. Okej. Si do që ta themi? Mirë, në rregull. Pastaj më mbrapa do të bëjmë një salcë. Edhe ky është sekreti, përveç se asaj do me thënë që të bëhet me miell, sekreti tjetër që merr atë shijen e mirë janë hudrat, uthulla, limoni që se kam këtu, po e kam në frigorifer dhe do ta sjell, s'ka problem. Vaj, të gjitha këto në një makinë grilse, na bëhet një salcë e hollë dhe e shtojmë do me thënë në momentin që e servorim. Do ta heqim fare se s'na duhet. Po na digjet. Mund ta heqim Anila, se thash që ta fikim, prandaj. Dhe e servirim në fund fare, e tham në mënyrë teorike, po do ta bëjmë edhe në mënyrën praktike. Po më përpara, ne do fillojmë të përgatisim byrekun, sepse duhet ta vendosim në furrë që të na bëhet gati. Dhe që të përgatitet byreku, meqense këto të tjera ti kemi gati, do të hapim edhe këtë petën, të cilën unë e kam lënë kështu që të më qëndroj, do më thënë, në temperaturë. E lë për momentin. Anila, nëse ke mundësin... Kam. Këto, thërmoj kështu si thërmova. Të gjitha? Do më lësh vetëm një në fund. Një në fund, Një, 2, sa të ashtu. Sa unë të bëj këtë pjesën, të hapim këtë petën. Brumin e kemi bërë me mielin për çdo përdorim? Po, nuk vajt në diskutim. Okej. Pra hapim petën e fundit. Madje që ne gatuaj me mielin Ola nga kompania Atlas. Të gjitha produktet tona, të gjitha gatimet, të gjitha recetat që kanë miell brenda. Kur e lëm që pushon, shiko si hapet edhe me dorë. Fantastike, është pa patjetër. Po, sigurisht që do përdorim një çik atë roleneve, sepse duhet ta bëjmë pak më të hollë, dhe të hapim akoma edhe më shumë. Por që edhe me dorë, ja. Tani them mund që është... E ka mund fajin që them që është mielli mirë. Tani, që është e vërteta, ti recetat e brumit, dhe ne kemi thënë të gjithë këtu dhe jo vetëm unë, i qanë. Që nga bukët e pitullat e po tani, edhe mielli po pa diskut. është mielli ai që i qanë. Tani me qënë se kemi festat për para dhe me siguri edhe ju do gatuanin qik më shumë se shduhet, do filloni të bëni ato pazaret që do përmbushin vaktet tuaja të atyre ditëve që do t'jemi pushim, do konsumojmë pak më shumë, aty ju japim ne disa alternativa se çfarë të zgjidhni dhe këtë e themi sepse ne i përdorim çdo ditë këtu në vilën tonë. Ndaj, ju sugjerojmë që t'i bëni pjesë të familjes suaj edhe t'ju ndrisin ato recetat që do të përgatisni për fund vit. Me qënë se jemi duke përgatitur një recet me peta sot, po e nisim me mielin Ola, të cilin ne e përmendëm edhe asnjëherë nuk lodhemi sa propozuari, mielin Ola nga kompania Atlas. Vjen me disa variante në treg. Dhe as mos të lodhemi ndirë Anila, dhe as mos të ndrojmë. Se si që i patë, neve këtë petën e hapëm pa petë. Do me thënë, me duar. Edhe nëse do bëni ëmbëlsira, keni mielin farinap, nëse do bëni receta me miell mistri, keni mielin e mistri, të bardhë, të verdh. Vjen Ola në ndihmë me të gjitha ato paketimet e veta që janë shumë bukura, plot ngjyra dhe ja u bën pazarin më të lehtë. Dhe meqense jemi këtu, sigurisht që nuk duhet të mungojnë dhe produkte të tjera në shtëpi, veza, a duhet mungoj veza në frigorifer asnjëherë. Gjithmonë duhet të ketë Ovital në frigoriferin tuaj për të nisur ditën shëndetshëm dhe për të përfunduar me shumë shije, vlera ushqyese, gatimet që do të keni në plan për të bërë si në përditshmërinë tuaj, në vaktet tuaja normale, pra ashtu edhe në vaktet festive. E tjetër gjë, po aq e rëndësishme, është sigurisht bulmeti, është lufra, e cila na siguron një jetë plot të mira që nga qumshti, nga kosi i cili vjen në shishe, vjen në përqindje të ndryshme yndyre, vjen në paketimet më të vogla gjithashtu, pra në varësi të konsumit tuaj, super i freskët, vjen në dhall, vjen në formën e kefirit, që është një produkt që mund ta konsideroj edhe të ri, edhe pse tashmë na është mësuar veshje dhe shija, një probiotik 100% natyral dhe probiotikët janë të domosdoshëm dhe shumë të rëndësishëm në organizmin tonë, na ndihmojnë
atë tretjen e shëndetshme, një zëvendësues shumë i mirë i atyre bakterieve të shëndetshme që organizmi ynë ka nevojë, i mbajtjes së zorëve gjithashtu në mënyrën më ideale, duken produkte që në fakt veshin a i ka njohur së fundmi, por jam e sigurt që konsumatori jo vetëm i përdor, po ka filluar të ndjejë dhe atë efektin e mirë në organizëm. I më vazhdojmë teme, djathin pastaj të bardhin, kaçkavall, dele, lope, njomzën, e shumë të tjera në logon e kompanisë Lufra. Do doja gjithashtu të përmendja edhe Vudin, salçiçet e mrekullueshme që gjejnë terren në tryezën tonë edhe festive, pra e di që janë një shpëtim për të gjitha mamat kur përgatisin sanduiçet në shtëpi për fëmijët, bukët për t'i marrë me vete në shkollë, për të kryer vaktin e darkës që ndonjëherë nuk din çfarë të gatuajnë, por pse jo edhe ashtu të pjekura në zgar, në forma të ndryshme, shoqërues të gatimeve, të salcave, mund të jenë fare mirë Vudi pjesë të tryezave festive që do të na presin tani në vazhdim. Shumë mirë, Anila. Edhe duhet të thoshja për punën e kyfirit, kur marrim antibiotik, është i domosdoshëm domethënë ta konsumojmë sepse na ndihmon. Vërtet? Mos bëj më. Bëje edhe këtë. Dali? Fole, bëj ju. Jo, në rregull. Ti lë këto. Lëri, se do na. Për pak i mbarova të gjitha, hajde të bënim petë të tjera pastaj. Kështu të thermuara, s'ka problem. Më mori biseda. Kështu që edhe kose dhe kefir është mirë ta përdorim kur marrim antibiotik. Se në antimojnë, për ato efektet anësore që ndonjëherë kështu që është shumë domosdoshëm na japin. Atëherë të dashuran, vista sa Anila tha këto informacion, unë siç e pat petën e hapëm me dorë, e kemi spërkatur këtë pjesën e tavës me vaj dhe do t'i hedhim edhe pak, do me thënë, vaj. Tani këto janë receta dimri, dhe dimri do pak i ndyre. Kemi thënë gjithmonë këtë gjë, kështu që mos u bëni të e mbyti në vaj, thot Katerina. Ndonjëherë thonë, e mbyti në vaj, e mbyti në gjallë. Ka shumë. U duket shumë, po se edhim shumë, se ja, sa do marri kjo shishja? Nëse mbarojmë do të tërë këtë. Plus që, si që kemi thënë, kjo tava nuk është për një person, në? Prandaj të ndajmë, kemi një. Edhe që është e vërteta unë asë në krip, asë në vaj, asë në sheqer, nuk jam e rëndë, në fakt. Jo, po. Pak në piper jeti. Në piper, po. Në piper, në këtë gjërat pikante. Ashtu, u bë shtresa, baza. Tani, këtu mbi këtë, neve do të hedhim atë mbushjen. Ja, i reglojmë këto anët kështu. Kjo është baza tani që do të hedhim pjesën e mbushjes. Po. Pra, kemi edhe një petë të njomë, kemi edhe petët e thata. Afrojmë të gjellën që e kemi bërë gati, është tretur mishi, pak piper do t'i hedhë prap tani në momentin e fundit unë. Ma dje është mirë ta grini në moment. Kure hidni, do me thënë, që grini në moment ka shie akoma edhe më të mirë. Dhe marim këtu me radhë dhe shtojmë petët. Kjo të zbuten petët këtu brënda. Pra tjetë jo shumë, do me thënë, i vakët. As fare i ftot dhe as shumë, që mos na bëhet qullë. I do të gjitha këto petë. Do të shikoni që do t'i marri të gjitha. Janë të pjekura petët, marin shije, marin aromë. është sikur po e bëjmë me makarona të pjekura. Po pra, thithin dhe lëngjet. Shiko s'kishin në natona atere, hapnin këto petë dhe i bënin këtë lloj, domethënë këtë byrek në këtë mënyrë. Po bëhet shumë i mirë. Ka një shije të veçantë. Ta hedhim të gjithën, mos të rrim të lozim nga pak e nga pak. Ka goxha lëngje, ndërkohë që do ta hedhim atje, këto lëngjet do thithin edhe pjesën e petëve. Dhe do kthejmë vetëm anësore, do me thënë mesi do të qëndroj i zbuluar. Do qëndroj ashtu siç është. Mirë më duket. Mund të bëhet ky lloj byreku me mbushje të tjera? Me mbushje të tjera. Si formë, po them, do me thënë me petë. Shiko Anila, mund ta bësh edhe me djath, mund ta bëjmë edhe, dale ta hedhim me kështu tani. Me djath,
Ja ku e kam lugë, Marnila. Po e kishe vendosur Me presh, me... Çfarë të duam? Pra mund të bëhet, po, mund të bëhet, nuk ka ndonjë gjë. Thjesht do pak lëngjë që mbushja para se të shtojmë petët që t'i thisi, që të trashet, po themi, dhe të kthehet në një e lezetshme. Këto kanë lëngje, po prandaj vjen këto petët, që gjatë pjekjes të përthithen lëngjet e tepërta. Në kuptoj. Mishi që do të zgjedhim mund të jetë çfarë do lloji apo jo? Thash, mendova, shiko, nëse na tepron mish, mund ta kthejmë në byrek, po duket edhe një mënyrë për të ricikluar. Akoma dhe me mish pule bëhet, nuk ka ndonjë gjë. Edhe ai reciklimi që thua Anila është diçka e mirë. Ose ndonjëherë na teprojnë gjëra në shtëpi, edhe nuk dim si t'ia sjellim si ta sjellim gatimin në një formë tjetër. Pra me pak brum pjekim disa pet, pavarësisht mishin që mund të na ketë mbetur me qepën e me erza, sipas shpjegimit. Qepa është gjë e madhe, qepa jep ëmbëlsi, jep shumë shije. Me vërtet. Ja shikon si është karamelizuar, ka marrë të ngjyrën e verdhë qepa. Ajo është që... Shumë e mirë. Tani e shohim pak edhe mënyrën se si do të mbyllet. Vaj edhe copza gjalpi. Po, thikën e madhe morëm. Shiko, do pak gjalp tani, me thënë drejtën, se gjithë ky harç, gjithë kjo gjë që bërëm. Po. Ja shpërndaj. Ne hedhim në këtë... Po, të shpërndar. Të shpërndar, me qëllim që gjatë pjekjes, të gjalpi të hyjë në brendësi, edhe të nxjerrë dhe aromën. Edhe pak shu anësh. Aty ku do t'jenë petët? Se petë janë morë të pësodëm qikë ndyrë. Si do hajet kuj pastaj? Në regull, nuk hedhë ma. Mos ta teprojmë. Tani, ajo që ngelet. I kthejmë. I kthejmë në këtë mënyrë. Ka nevojë të mbulohet e gjitha. Interesante ka te. Ka mënyra të ndryshme, nuk është se është ajo që themi në treva të ndryshme, mënyra të ndryshme gatimi. Mos e keni merak për ujin, për këto, se gjatë që do të pregatitet, do me thënë, në furrë, petat me ndyrat që kanë dhe me lëngjet që do lëshojnë këto tani gjatë pjekjes, do lëshojnë, do zbuten, po. Kështu që nuk duhet shumë, është mjaftueshëm kaq se sa kemi hedhur. Vetëm ajo që duhet të ndyr tani rreth e rrotull petës. Po, anusores. Edhe në çdo pet hidhet i ndyr. Ja, në rregull e kemi. Përkasim dhe pak pjesën e koreve të byrekut dhe do ta vendosim në furrë dhe pasi ta vendosim në furrë 180 gradë do 40-45 minuta, edhe pse është i bërë gati e do kohën. Okej. Se do të me thënë si thuhet, të zbutet si quhet më Anila. Mos ta them. Kur ulim temperaturën, atë fjalën që thua ti, të kulloj. Të kulloj. E shikon, ti ka mësuar fjalët. Të kulloj. Dhe që të kulloj, do të vendosur në furrë. Ja, ky është byreku. Të lumë shënduar. Pas pak do të lexojmë recetën që t'ju japim mundësi të shikoni të gjithë përbërësit, po ndërkohë e çojmë tavën në furrë të na piqet dhe i kthehemi leximit të recetës. Shpjegimin Katia u bëri më qartë, nuk ka ku të shkojë, kështu që thjesht tani le të lexojmë edhe një herë përbërësit në ekran. Receta e plot është kjo. Lakror me mish viçi dhe qep. Përbërësit 1 kg mish viçi. Pse pas kemi vënë kaq të gjatë 1200 gram qep të thata. Do qep, do me thënë, mbusheni me qep, 1 pako pet të pjekura, 1 pet të njoma, krip, piper, vaj, 50 gram gjalp.
Kjo është receta e lakrorit me mish viçi e kemi bërë ne. Pra, por Kati na tha se edhe me një variant tjetër mishi nëse keni dëshirë ta bëni, mund ta gatuani po në të njëjtën mënyrë. Do vazhdojmë të jemi tradicional edhe në recetën e dytë në përgatitjen e një paçe viçi tradicionale. Pra, me këto përbërës, 1.5 kg paçe viçi, një qep, 1-2 gjethe dafine, 1 lugë çaj kokra piperi, 2 lugë supe vaj, 1 lugë supe gjalp, 3 lugë supe miell. Kjo është receta e paçes, një recetë tradicionale, një pjatë tradicionale. Ne e duam që është e vërteta, Kati, e konsumojmë, por sikur ka filluar të gatuhet më pak në fakt, ndoshta sepse hajt dhe jashtë dhe shumë shpesh kujt i shkon mendja për një paçe. E se mendojnë se edhe në shtëpi, mendojnë se mos vjen erë shtëpia që dhe mos të vijë erë shtëpia, tek ka paku që zjeni paçen, unë tani kam hequr. Kur do ta zjeni, vendosni një letër me uthull, vendoseni sipër dhe do të shikoni që era nuk do të ndihet. Dhe sigurisht që dafina pasaj që hidhni brenda dhe këto, qepa dhe këto bënd vetën, do me thënë nuk e lë që të lëshohet ajo aroma e rënd e paçes. Ndërkohë që tani ka dhe zgjidhje tjetër, sepse paçen juve e merrni të pastruar në dyqane, nuk e merrni dhe e pastroni vetë në shtëpia tuaja, si e bënim neve diku. Kështu që keni mundësi. Ti ke zgjedhur plëns viçi. Viçi. Po këto bëhet dhe me kokë, përcaktime që janë koke, këmbe e tjerë? Apo? Po, bëhet. Për shembull këtu mund të shtonin edhe ca këmbë viçi, bëhet me atë gelatinën që nxjerrë dhe shihen. Po sigurisht tani, po unë faktikisht gjeta këto, se po të kisha gjetur edhe këmbët, do vendosja edhe këmbë. Jo, thjesht po të pyes, nuk e njoh nga pamja. Edhe ndaj bëhet dhe bëhet shumë e mirë. Dhe mënyra e përgatitjes është po njësoj, jo? Pavarësisht nëse bëjmë paçen me kokës apo bëjmë. Është e njëjta gjë. Okej. Mirë. Ne si jemi me kohën, të fillojmë ta bëjmë. Me kohën ne jemi, besoj tek 2 minutë që fundit, nëse nuk gaboj, por... Tek 2 minutë që do marim tenxherën ta sillim këtu, se si procedurë ne duhet që ta tregojmë mënyrën se si fillojmë ta përgatisim, se kjo është tani më që ngele, sepse për të zjerë thamë që kur do ta vendosim që ta zim, do ta vendosni paçe në ujë të ftohtë, ku do të shtoni brenda një kokër qep, siç e pat unë qepon. Thjesht e kam lënë ashtu me gjithë lëvozhgën për të marrë atë ngjyrën e mirë, për të marrë shijen e mirë dhe vlerat ushqimore që ka sipa e qepës më tani. Gjithashtu kam shtuar kokra piperi dhe 1-2 gjethe dafin. Këto kam shtuar vetëm, asnjë gjë tjetër, dhe një majës krip në momentin, domethënë gjatë zjerjes, jo që në fillim fare kripën. E lam e zjem, e kam hequr rëngjet më njanë dhe kam coptuar në copza të vogla paçen dhe kam gati tani për të bërë atë procedurën tjetër, që bëhet ajo kavërdisja e miellit, ku do të shtohet lëngu i paçes, do të shtojmë paçen e prerë në copza të vogla, dhe salsa që është ajo që jep shijen përfundimtare, që bëhet me hudhra, me limon, me uthull, me vaj ulliri, krip edhe piper. Dhe sipas dëshirës në fund fare mund ta shoqëroni akoma dhe me farza speci djegës që çat hani. Do ta kujtoni këtë paçen. Na ashtu. Shkojmë në reklama ne dhe kthehemi për të vazhduar këtë paçen që do ta kujtojmë dhe do ta provojmë sigurisht gatuar tek Kati ton. Pak pushim keni, mos u largoni, ë? Ju presim këtu. E se vi unë. Jemi në kuzhinë, vazhdojmë të jemi në këndin tonë të gatimit për të vazhduar dy recetat që kemi nisur në pjesën e parë. Në fakt, paçen tani do ta shtrojmë tamam, se kemi shpjeguar përgjithsisht në teori, kemi treguar çfarë kemi bërë deri në përgatitjen e plëncit, lëngut, përbërësve, dhe si do bëjmë salsën. Kështu që hajde me mua shkojmë pak te Kati edhe ti vazhdojmë të gjitha këto. Endez dhe sobën, no? Po Elia të ndis të sobën, se gacmova. Sobën e ndeza, tenxhere dua tani të lutem. Cilën nga? Të madhen? Ato të madhin që i kam bosh, se do fillojmë domethënë të përgatisim mielin. Faleminderit e dashu. Ashtu. Filloj me këtë. Ti sjell gjitha pak nga pak? Apo do mi thuash ti çfarë do? Vaj. Lëngun ta kem këtu që ta kem të ngrohtë. Do ta tregojmë edhe një herë, Kati, të lutem, si e kemi përgatitur këtë lëngun, se duket thjesht një lëng, por është i aromatizuar. Tani, pra,
ka një kokër qep të brënda, e cila është me gjithë lëkur, sigurisht e larë mirë, që mos na shani dhe thoni si e keni vendosur me gjithë lëvoshk, lahen dhe pastaj dafin, dhe kokra piperi, që janë në fund, që kur të takullojmë, do i shikojmë këtu në tek kullesa. Kështu që mos u shqetëso. Mos u lodh, thua, ti nxjerrësh nga tenxherja. Mos u lodh ti nxjerrësh vërtet. Tani, fillojmë për të përgatitur, fillimisht fillojmë të përgatisim, do me thënë, me miell, ka vërdisi mielin. Të lutem, Anila. Si mielin, Ola, për çdo përdorim sa na duhet, këtu kemi. Po, kemi. Kemi 100 gram. Që të jemi kështu, do me thënë, të dim për një 250 ml ujë, do të duhet një lugë e supës miell. Me thënë, nuk e duam të jetë i trash, duhet të jetë i hollë lëngu, nuk do të bëhet beshamel e trash. Okej. Që të di masën se sa hedhim. Pa që s'ka nevoj për shumë miell. Po, se e trashet më shumë se shduhet. Pra duhet jetë ai lëngu kremos deri diku, po jo i trash. Pra tjetë thjesht i lidhur. Dhe tjetra, nuk bëhet paçja që e marim edhe e trazojmë mielin ujë të ftohtë dhe ja hedhim paçën. Ajo nuk quhet paçja, ajo është e prishni paçën në atë mënyrë. Edhe mirë, ka njerëz që i hedhin pak salcë të kuqe. Po, ka që e bëjnë dhe të kuqe. Në rregull, është shija e tyre, por shumë e rëndësishme është kjo, do me thënë. Skuqja e miellit. Po, duhet me patjetër, ose skuq mielli, nuk quhet paçë ajo. Ajo quhet, nuk e di, një lëng me miell të zier, që vjen era dhe nuk ka shije fare. Që të ketë shije paçja, duhet bërë në këtë mënyrë. Se thash që hajtë ta bëjmë një herë paçën dhe ta tregoj kështu siç bëhet hap pas hapi. Dhe këtë lloj mënyre paçe e kam mësuar që në 84 që kam qenë në shkollë. Vërtet o ka Po, e kam mësuar që atëre edhe është e vetmja, do me thënë që jep shumë rezultate dhe bëhet shumë e mirë. Mandje sigurisht që ndryshonin pjesa e mishit e këto, por dhe ne vendosim, sidomos kur kishim kokë paçe, vendosim që në darkë në ujë, i lëm 2-3 orë kokët që të ikte pjesa e gjakut. Pastaj ndronim ujin, i vendosim që të zinë, duke shtuar këto qepë, dafin edhe kokra piperi. Veç se këto asnjë gjë tjetër. As karota, as gjë, nuk i dhe karotë të paçe, tani më vjen keq. E bëm supë. Ja ku e kemi recetën, ju a kthejmë herë pas here. Ka të shijen e vetë, mos i teproni ca gjëra që s'duhen tepruar. Ja tani të heqim edhe këtë. Qepën, po të heqë të qepën të që më... kemi lukë. Ndërkohë në pjesën e parë kemi gatuar një byrek tradicional me mish, me qep, me petë të pjekura, me një petë të njom të shtruar në fund të tavës. Shumë i mirë më duk që është e vërteta. Me dorë përpresi ta nxjerrim nga furra, ta kemi gati dhe ta provojmë. Jemi në 2 receta tradicionale sot, ideale për fundjavën që kemi përpara, pse jo, do t'isha e sigurt që do të shijonin shumë të dyja. Ose atë byrekun mund ta shijoni shumë mirë edhe në ditët e festave që kemi në vazhdim, sepse është një byrek i plotësuar dhe ne na pëlqejnë këto shijet, mish, qep, brum, do me thënë e kemi traditën pak të tillë, ka të mësaj që është një, po i quaj byrek lakrore kemi në recet në fakt, sepse ka vetëm ato petët e poshme dhe i kthyer i zonës së jugut, ande e kemi marrë sot. Dhe tjetra duhet të them, shiko tani, edhe ngjyrën, qepa, ka lëshuar atë ngjyrën që ka nxjerrë, domethënë këtë ngjyrën kështu të lezetshme që e jep. Do të valoj tani kjo, do të ziej, do të marrë val dhe këtu tani pasi të marrë val do të shtojmë edhe pjesët e plëncit të sottuara. Dhe ashtu, duke përgatitur edhe salsën, përfundon edhe si recetë. Dhe bëhet thjesht. Ta të marrë një val, do shtojmë edhe pjesën e plëncit që e kemi të soptuar. Tani, sa të bëhet edhe ajo, ti vazhdojmë, ti vendosim në vigjërat, prapë s'mora limona. Nuk ka gjë. Kemi mundësi ti marrim, frigoriferin aty e kemi. Ndërkohë, në këto hapësirat boshe, unë kam pak me dëshirë t'ju kujtoj se kuna rigjeni, ne, pra Vila 24, nëse na humbisni në transmetimet tona të përdiqme, ose shpesh në ndodhë që shikoni vetëm pjatën në fund se si përfundon e gatuar dhe doni të shikoni recetën edhe mënyrën se si ajo përgatitet, ndaj po ju kujtoj mënyrat tona që jemi 24 orë në çdo ditë të javës, muajit edhe vitit dhe janë pikërisht kanalet tona zyrtare në YouTube. Mund të klikoni në Vila 24, ja kjo që përshojmë së bashku në ekran është edhe ajo logoja që identifikon Vila 24. Këtu brënda keni një arkiv
të pafundme, sepse nuk është vetëm ky sezon që sapo ka nisur, jemi në përfundim të muajit të tretë, por që sapo ka nisur po i quajmë të freskët me që s'kemi bërë kapërcimin e vitit, dhe të gjitha sezonet e tjera ndër vite, kështu që askush nuk mund të ankohet që nuk ka çfarë të gatuaj, që nuk ka ide, sepse vetëm Vila jo jep pafund ide për të krijuar vaktet tuaja nga mëngjesi deri në mbrëmje, sipas shijes dhe dëshirës, që nga ato tradicionalet e deri më moderne, receta krejtësisht të reja e të krijuara nga duart e Katerinës, ashtu edhe receta tradicionale të cilat ne i rikthejmë her pas here, siç na ndodh të gjithave, pse jo duke folur me njëra tjetrën, duke kujtuar një recetë të mamave, të gjysheve, të gjitha i keni aty, sigurisht duke patur parasysh edhe ato kriteret e rëndësishme që ne kemi në Vila 24, të gatuajmë jo vetëm receta tradicionale, por receta që kanë shije, që preferohen nga të gjithë dhe mbi të gjitha ekonomike. Sepse pazari fillon nga portofolin nuk e kemi të gjithë njësoj, e dim që një pjesë e mire ankate të ardhurave të familjeve shqiptare shkojnë pikërisht për ushqime, kështu që le të jemi pak me këmbë në tokë dhe të gatuajmë edhe paçe me plëns, të bëjmë edhe një byrek me mish, le të jetë ai mishi një ditë e përpara, shtojmë ca kokra qe, bëjmë pak brum aty me një dorë miell dhe mbushim tavolinën dhe krijojmë apo improvizojmë një vakt të shpejtë, siç Kati na bën shpesh në studio në fakt. Qof me 2 speca, me 2 patëllxhan, me një copë djath, edhe na bën një tavë në furra ashtu të aromatizuar. Dhe u kri, po sigurisht se të gjithë familjarë jemi dhe të gjithë e dim do me thënë gjendjen se të gjithë një lloj jemi. Po, kush më shumë, kush më pak, aty jemi, aty rrotullohemi. Do me thënë që të kemi mundësinë të sjellim gjëra. Tani si s'po të shikoja. Unë shtrydha këta limonët, edhe i shtrydh kështu unë se me piron, më pëlqen që i bëj kështu. Me thënë edhe hedhim këtë lëngun e limonit. Ashtu si shtrydh me këtë pjesën e pirunit, ashtu mbaj edhe farzat, që mos bien brenda. Kështu që në këtë proces pune Kati bën pis vetëm një pirun, asgjë tjetër. Hedhim uthullën. Sa uthull i shton aty? Shiko tani. Paçja do pak uthull më duket. E do. Të ndihet domethënë aroma. Tani për hudhra kjo varet sipas dëshirës, por 4 hudhra domethënë është mirë që të hedhim, të ndihet pak hudhra në paçe. Ma më pëlqen faktikisht edhe nëse s'doni juve, doni ta bëni pak mos tjetë kaq e fortë era e hudrës, bëjni do me thënë më pak hudër. Vendosi 3 helpi, mos jeni kaq shumë. Të hedhim edhe vaj. Edhe do kemi dhe vaj tjetër, pakës fare pastaj, në fund. Të vaj në ullirit këtu? Okej, kemi ko, na duhet në fund për ta shërbyer me pakës vaj ulliri. Do ta duhet ta grim tani. Do na duhet kjo. Pra, uthull, hudhra, lëng limoni edhe piper. Ti edhe pakës krip faktikisht se e di që luan një kështu reakcion kimik kripa dhe i lidh dhe bën si salcë. Ashtu, a? Po. Interesante. E mpiks salcën, bashkë me limonin. Ashtu si tek marenga, që edhim ose lëng limoni, ose krip. Që e forcon. Edhe kjo ka të që lidhse. Sa dhe më bëj këtë të lutem Anila paçe. Plëncin. Ja, ku e kemi? Kemi 4 minuta kohë nga ky moment, po besoj aq do t'i duhet edhe... Po më se s'do shumë kjo tani, kjo është e zjerë, thjesht duam që të lidhet. Po, e kuptoj. Ma kalosh mua edhe atë. Ja, edhe për këtë, nuk e duam miell, duam supë që t'jetë, do me thënë, duke qëndruar dhe akoma pak që të zihej, të lidhet, e kemi, do me thënë, atë lëngur aq sa duhet, as të plot dhe as holl. Ja, tjetë një lëng i tillë, lëng supe. Ndaj raporti i miellit me lëngun është shumë i rëndësishëm në këtë rast. Si tham, një lug miell 250 ml lëng? Lëng. Okej. Anila, të lutem pak nga i vaj. Vajn, po. E kemi dhe vajn. Shtem dhe pak nga ky. Okej, ndërkohë. Kati ta nxjerr byrekun nga furra, apo? Nuk është se është përfunduar plotësisht, jemi të sinqert, por do ta nxjerrim që ta kemi, do të thënë ta tregojmë. Byrek nuk është kek,
e vendosim përsëri. Ne dhe e kthejmë përsëri në furrë, por le ta kemi këtu mbi tryezë, meqense në sy e ka krijuar atë iden e një byreku të pjekur, por sigurisht ne do ta kthejmë përsëri që të jetë i pjekur edhe në brendësi. Duket shumë i bukur kështu nga pamja. Të fton ta provosh. Edhe aromën e ka shumë të mirë. Shkoja në pa. Okej, ku jam? Këtu. Sa i mirë është. E shikon që mori, do me thënë, lëngjet i qoj në brendësi. Megjithëse akoma nuk ka përfunduar, duhet akoma të qëndroj. Thanë të ta kthejmë përsëri në furrë, por rezultati është deri diku ky që po shohim. Të marrë dhe pjatën Anila të servir. Atëherë. Nuk e... Atë salcën që bëm, ja shton në tenxhere, besoj? Jo. Në pjatë? Në pjatë. Në pjatë? Jo, ma dje serviret, kemi neve nga këto që servirim. I hedhim në pjatë dhe vendosim në andë, me thënë në tryezë. Dhe kemi se cili arsa do. Shton pastaj se cili. Neve si guzhinjer u hedhim. Po pëse jo në tenxhere? Jo, e pritet, prishet, cilëse se mund të ngelet. Uthull në tenxhere ka paset. Nuk e di, unë kështu e mbaj mund pak të mpaqen, kam shumë kopa e gatuar, po më se një lugus në mendoj se kështu se si u asolla veç se shta jo tani që të rritë të zije pak, që të reduktohet pak më shumë, por dhe kjo varet pasaj thash që nuk është varet se sa e duam, se ka caj që e duam paqen që t'jetë shumë e plot. E kishim më pak paqen në fakt këtu. Donin do me thënë t'ishte pak. Tani kjo do që të zjej akoma. Kjo do t'i lëni të zjetë e të ketë pak më pak lëngje, jo ka që këshu. Por jo t'jetë shumë e mpiksur. Se kur zjehet, bëhet edhe me e lidhur. Dhe paçja është dhe shumë e shëndetshme. Shumë, jashtëzakonisht e shëndetshme. Po, madje këto ditët që na presin që ndoshta mund ta teproni pak edhe me ndonjë gotë, paçja është shoqërohet me verë, që stabilizon edhe është një ushqim i mëngjesit, i shiko tani kjo. Kur ushtohet, konsumohet në mëngjes, pikërisht sepse është një stabilizues i mirë. Ne hedhim 2 lukë. Duhet edhe, ku i kanë ato farzat? Okej. Dhe gjalpi nuk e hodhën faktikisht. Okej, jemi në fund fare, Kati? Ja, farza tregojmë edhe piperi. një herë pjatën, pakës vaj ulliri. Ti tregojmë të dyja recetat. Okej, vetëm të krijojmë pak hapësirë dhe... Ja, Anila mund ta vendosësh. Ja, ku i kemi dhe me këtë pamje ne ju përshëndesim nga studio. Kjo është salsa. Kati të lumshin duart. E një salse Të uroj një fundjavë të mbarë, edhe shihemi ditën e hënë përsëri në orën 9 me recetat për të nisur javën përsëri. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndam edhe këtë ditë bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Pregatiteni, bëni në mënyrën time se si unë ju tregova për pjesën e paçes, bëni pak më të plot sepse ç'është e vërteta neve nuk e kishim atë paqen të plot, kishim pak. Po, të kishim më shumë, do të ashtu. Por thash që nuk e dua asë në Miropafshim, Mirupafshim, kalofshi bukur. Publicitet.